është një pranim se që mendon ajo për argumentet e veta, se si nuk ka prova konkrete për t'i konfrontuar dëshmitarët dhe për t'i hedhur poshtë argumentet e tyre, diapozitivi 29. Deri tani, jurisprudenca e gjykatave ndërkombëtare të tribunaleve ka konkluduar se NATO e ka ndërhyrë ushtarakisht në Kosovën në 99 në përgjigje të një NKP-je serbe që filloi më vonë si tetori 98. ZPS-ja kërkon juve që të arrini përfundimin vetëm në bazuar në direksionin që UÇK-ja ishte ajo që kishte antarja apo administratoria e një ndërmarrje përbashkë kriminale muaj apo vit më përpara, dhe jo më vonë se marsi 98-s. Më vonë jurisprudenca e TPN-s ka konkluduar se ishte udhëheqësi serb presidenti Milan Milutinović që nuk kishte përgjegjësi penale për ngjarjet e Kosovës në 98-99 për shkak se ai ishte një figurë politike që nuk ka patur kontroll mbi forcat e RFI-s dhe në këtë mënyrë nuk ka dhënë kontribut të ndjeshëm ndaj NKP-s. ZPS-ja po ju kërkon juve që të përfundoni që pavarësisht presidenti i Serbisë, një shtetit të organizuar, nuk ka patur përgjegjësi penale për krimet masive të luftës dhe krimet kundër njerëzimit, për shkak se nuk ka patur kontroll efektiv. Vetëm bazuar mbi deduksion, ju duhet të konkludoni që udhëheqësi politik i shqiptarëve të Kosovës dhe UÇK-s, një grup i armatosur jo shtetëror i cili ishte ekzistuar vetëm për disa muaj, ka patur kontroll efektiv dhe ka marrë përgjegjësi penale. Ky rezultat do të jetë perversion historik dhe një padrejtësi ligjore dhe historike. Diapozitivi 30. Të nderuar gjykatës, argumentet e ZPS-s nuk përbëjnë interpretimin më arsyeshëm të vetëm të provave, që është standardi që duhet arritur me qëllim që ju të rishkruani historinë e Kosovës në këtë rast dhe për ta gjetur fajtor Hashim Thaçin. Ka dyshime të bazuara të mjaftueshme për ju që ta falni atë që ta shfaqni atë jo fajtor për të gjitha pikat e akuzës. Tani do të kthehem në seksionin që ka të bëjë nëse ka patur apo jo një NKP. Diapozitivi 32. Në thelb të argumenteve të ZPS-s është pretendimi qendror që ka ekzistuar një synim përbashkët kriminal për të marrë dhe për të kontrolluar të gjithë Kosovën përmes krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Siç e kam thënë, ZPS-ja ju kërkon juve që të konkludoni pa për të arsimit të dyshimit të arsyeshëm që ka ekzistuar ky synim penal bazuar mbi deduksione të qarta dhe nuk ka patur prova të drejtë për drejtë që ka ekzistuar një plan i tillë, nuk ka patur prova të takimeve ku është diskutuar ky synim, nuk ka dokumente shkresore që të tregohet që është rënë dakord apo është diskutuar ky synim, nuk ka dhënë dëshmi asnjë dëshmitar lidhur me ekzistencën e këtij synimi. Në fakt, secili prej dëshmitarëve që ka patur mundësinë që të flasë me këtë çështje e ka hedhur poshtë teorinë e ZPS-s. Të më keq, ZPS-ja nuk i ka përpyetje për këtë asnjë dëshmitari. Pretendimi të anën i ZPS-s që po shfrytëzon të provat e drejtë për drejtë për të mbështetur